Ashtu si që jeni në dieni, ju e dini që Komuna Shtimes ka pas një plan zhvillimor i cili ka skadu në vitin 2021. Mirë po ne si ish qeverisje kemi lënë këtë planin tjetër pothuajse të gatshëm, planin zhvillimor, mirë po qeverisja e cila aktualisht është duke menaxhu Komunën Shtimes, nuk ka arritur për pothuajse 4 vite të hartojë një plan zhvillimor të ri komunal, që pastaj do t'i paraprintet edhe dokumentacione tjera, siç është harta zonale dhe dokumentacione tjera, në mënyrë që ky problematik të zgjidhet në Komunën Shtimes. Ashtu unë jam në dieni që Komuna Shtimes ka marrë një vendim për hartimin e një komisioni për hartimin e këtij dokumenti, mirë po deri më tani nuk kemi diçka konkrete, kështu që i bie që për një periudhë të gjatë kohore Komuna Shtimes do të jetë pa plan zhvillimor. Dhe pothuajse për gjithë këto vite, 4 vite menaxhim të qeverisjes së vetëvendosjes në Shtime, është punu pa plan zhvillimor, si dhe pa dokumentacion tjetër për cilës, e cila është në kundërshtim me ligjin. Madje ka edhe objekte të cilat janë duke u ndërtuar në kundërshtim me planin zhvillimor komunal i cili ka qenë atëherë dhe i cili domethënë mund të vijë në të ardhmen i ndryshuar, mirë po qeverisja nuk ka arritur që të hartojë një dokument të ri, në mënyrë që të përshtatet edhe projektet kapitale në të ardhmen të dihet se ku duhet të ndërtohen këto objekte. Ka dhënë betejsa ose objekte pa leje? Diskutuar këtë çështje? Mbi bazën e kërkesës për çastjen e dokumente publike, ne kemi konstatuar se është një numër i objekteve pa leje të cilat Komuna Shtimes për disa ka trajtuar, mirë po disa nuk i ka trajtuar dhe për këtë çështje me sa kam informacion janë duke marrë organe tjera të drejtësisë.